Përshëndetje miq. Golgot Krishti ishte mes dy hajdutëve. Edhe unë shoh këtë kryqin këtu sot bosh. Por me thonë drejtën, të dy hajdutët që kanë qenë Golgot me Krishtin sot merren me politikë. Miqtë e mi kudo që jeni, bashkëvujtës të brezit tim, dhe çfarë do lloj pune që bëni, në këtë ditë të shenjtë të mbar njerëzimit, unë du t'ju kujtoj dhe du t'ju uroj me gjithë shpirt. Mos harroni që brezi jonë, që i ka kalu të dy epokat shumë të vështira të këtij vendi, komunizmin dhe fillimet e kapitalizmit, do mahet men për diçka. Do të mahet men në rast se ne do t'ja arrijmë qëllimin si brez për të shkuar atje ku e meritojmë. Dhe me thonë drejtën, nuk do na kujtojnë vetëm brezat që do të vinë, po do na kujtojë edhe Krishti dhe Muhameti për këtë mirë që brezi jon do t'i bëjë këtij kombi. Respekt e miq, mos e harroni, kryqi është bosh dhe dy hajdutët që e shoqënuan atje, merren në politikë.